Në ambientet e bibliotekës Zoja e Shkodrës u zhvillua promovimi i librit Kur po ringjalli Kisha Katolike në Ardiocezën e Shkodrës, kronika të viteve 1990-1997, një vepër që sill dëshmi autentike mbi procesin e rilindjes shpirtërore dhe institucionale të Kishës Katolike pas periudhës së vështirë të diktaturës. Autori John Stefan Misalja vuri në dukje rëndësinë historike të librit dhe thellësinë dokumentare të kronikave që ai përmbledh. Këtu nuk ka të bën me personazh, këtu ka të bën me ngjarje. Pra, ajo çka ka ndodhur në aktivitetet e kësaj periudhe. Këtu nuk bëhet fjalë, por lakohen emra nga më të lishëm, sepse në atë periudhë kohët ka pas ngjarje që kanë qenë direkte, që e laku X apo Y. Shumë autoritetet asaj periudhe kanë qenë pjesë të veprimtarive dhe janë të shkruar në këtë libër, jo vetëm autoritetet fetare, por autoritetet shtetënore, autoritetet partjake, autoritetet qeveritare, nga më të lishëm element. Aty prezentohen. Pra, si janë prezentuar në radio, kuptohet unë i fije më gjatë se sa prezentohen sot shkurt në ngjarjet në qytetin tonë, unë i kam pas i fije më zgjatuna, dhe për fatin tem, jo a thash pak më përpara, kanë pështu gjatë gjithë kësaj kohët me kënë fakt i vërtetuar ashtu siç është bën. Pra, kjo është vlera e librit, sepse ashtu siç ka ndodhur, ashtu është shkruar. Dhe mendoj që është diçka që i shërben jo vetëm kohës sotme, por shumë më tepër kohës ardhshme, sepse është histori, një histori që po s'u shkruaj, zhduket. Ndërkohë referuesi Gerardo Nichiari u shpreh se ky libër ka vlerë historiko-grafike pasi dëshmon ngjarje dhe personalitete që shënuan ringjalljen e Kishës Katolike në vitet 1990-1997. Është një libër i cili ka kronika të periudhës kur vetë zotënj Stefan Misali ka qenë gazetar dhe prezantues pranë Radio Shkodrës dhe ai në rol parë si një person i interesuar dhe besimtar i devotshëm i raportonte, i mbante shënim këto ngjarje, i ndiqte këto ngjarje dhe i raportonte në kuadrin e punës tij të përditshme. Vlera që unë shoh më shumti në këtë libër dhe që unë do ta cek edhe gjatë referimit tim në këtë promovim është pa diskutim vlera historiografike që ka ky libër, për arsye se dëshmon ngjarje, lakohen emra, personalitete me profil të fortë publik ose jo publik, fetar, laik, që kanë kontribuar në këtë proces të rindërtimit, restaurimit të Kishës Katolike në Arkidiocezën e Shkodrës. Pra ka një rëndësi shumë të madhe si botim për historianët, studiuesit, kërkuesit shkencor vendas dhe ndërkombëtar. Pjesëmarrësit e pritën me interes të veçantë këtë promovim, duke vlerësuar si një kontribut të vyer për historiografinë dhe kulturën shpirtërore të qytetit.